Unë e vlerësoj shumë kur mysafirët e mi nga Shqipëria nuk përtoj të marrin mundin dhe të vinë. Faleminderit shumë që jenë në studio. Faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj shumë. E kam ndjekur kanapé nga rrjetet sociale dhe të përgëzoj sepse ke bërë një punë të shkëlqyer. Faleminderit shumë. Të përgëzoj edhe unë ty për rukëtimin Big Brother, të përgëzoj për atë se çfarë ke bërë pas Big Brother dhe të përgëzoj për lookun sot, po dukesh shumë bukur. Thank you, jemi bërë shumë meçi sot të dy të bardhë. Më thuaj dia si je? Mirë, mua më pëlqen shumë Prishtina, sa herë që vi këtu marr një energji shumë të mirë, kështu që po e nis këtë intervistë me energjinë më të mirë të mundshme. Në rregull. Je shpesh Prishtina apo me punë zakonisht? Shpesh kur vjen me punë, po. Duke qenë se edhe në Tiranë kam shumë angazhime të mia, edhe kur lëviz kur kam ndonjë punë, po e shijoj në maksimum. Në rregull. Dhe ja mund tash shumë pak ke pasur paraqitje. Po. Pse ke vendosur që mos dalësh? E kam parë që Instagrami është shumë aktive, po në intervista si kjo ne sot ke pasur shumë pak. Sepse përgjithsisht intervistat janë shumë të cekta dhe shumë duan të, si të thuash, ta shtrydhin një personazh dhe t'i marrin gjën më të cekët, më sipërfaqësore të mundshme. Unë kam qejf të kem biseda pak më të vërteta, biseda ku mund të shprehem më lirshëm edhe të ndihem më rehat dhe besoj që ky është një ambient ku mund ta bëj këtë gjë. Dhe jam shmangur, domethënë, nuk kam dashur të flas shumë për vete, nuk kam dashur të bëj shumë drama, si të themi. Kam dashur të marr kohën time dhe ta shijoj pak, sepse edhe pas Big Brotherit u bë një zhurmë e madhe dhe ishte shumë për të përballuar. Në rregull. Pas Big Brother, si shkoi jeta rrjedhimisht këto 2 vitet e fundit? A shkoi mirë, a shkoi më dinamike, a shkoi më e qetë? A shkoi siç kishe paramenduar? Sepse vëmendjen realisht themi të bëhemi të sinqert e ke pasur shumë të madhe. Nuk di çfarë të them, unë nuk parashikoj gjërat, nuk i parashikoj shumë gjërat, edhe hyrjen time në Big Brother e kam bërë në mënyrë shumë spontane, nuk hyra me një plan të qartë se ku doja ta arrija, hyra më shumë për të testuar veten. Dhe jeta ime është një roller coaster, le të themi, si një park lërash që herë ka ngritje të mëdha, herë ka ulje të mëdha. Edhe ashtu në atë lloj mënyre ka vazhduar dhe jeta ime. Pas Big Brotherit pata një problem shëndetësor, mundesh të bëja një ndërhyrje shumë të rëndësishme. Falë zotit tani jam mirë, pavarësisht se vizitat vazhdojnë, është një sfidë e madhe që unë kalova, dhe pas kësaj jam fokusuar në punët e mia, në 2 bizneset e mia që kam nisur, biznesin e veshjeve, Aura, dhe biznesin e real estate që kam hapur së fundmi. Sot, në momentin që po flasim, gëzon shëndet të plot. Po. Tani jam mirë edhe nuk kam dashur të shprehem shumë për publikun, se unë dua të flas për gjëra të bukura, nuk dua të flas për drama, se as vetë nuk i përballoj dot. Në rregull. Në Big Brother ke qenë shumë e qetë, po e qetë je edhe jashtë. A bëhet nervoz Dea? Ka momente kur Dea eksplodon? Po, është në natyrën time, qetësia është në natyrën time dhe edhe kur nervozohem, nuk para shpërthej në nerva. Nuk e di pse jam e tillë, do doja ndonjëherë që ta bërtisja atë që kam brenda dhe ta shfryja, se ndoshta ne njerëzit që i mbajmë emocionet pak më të ndrydhura, i vuajmë për vete më tepër. Pra nëse ti je me nerva me dikë dhe i bërtet, sikur e nxjerr nga vetja dhe çlirohesh, ndërsa kur e mban për vete, e vuan me veten tënde më vonë dhe pavarësisht se në publik ose të njerëzve të tjerë mund të duket shumë mirë, thon wow, sa vajzë e qetë, sa edukuar, unë ndoshta me veten time kam ato sfidat e mia që ndoshta nuk bërtase, nuk dua të ofendoj njëri ose të cënoj njëri, po në fundites e vuan vet. Po, e vuajt e vetja. Po, të ka prish puna, ky sinqeritet, kjo kështu me njerëzit, po them përgjithësi me jetën, apo ka qenë një avantazh i yti kjo qetësi? Varet, më pëlqen fjala sinqeritet, se më pëlqen të jem e sinqert në marrëdhëniet e mia. Dhe varet nga ambienti, pra në miqësi, në familje, është gjëja më e mirë që ti mund të kesh qetësia dhe sinqeriteti. Unë kam marrëdhënie fantastike të afërta, do të thënë kam marrëdhënie shoqëri shumë të mira, kam njerëz që i kam afër dhe i dua shumë. Ama në punë, në televizion, ndoshta ndonjëherë njeriu duhet të jetë pak më i ashpër, sepse gjithë e dimë që jeta jashtë shtëpisë dhe jashtë shoqërisë është më e egër dhe me këtë jam përpjekur të punoj me veten time që të jem pak më e prerë, më e vendosur dhe më e ftohtë. Mos të jem, se unë jam një njeri që unë i fal të gjithë, i dua të gjithë, nuk mbaj shumë inate, domethënë edhe ndonjëherë kjo nuk më bën aq mirë. E me këtë karakter ke shumë shoqëri, ke shumë rreth? Po, kam një rreth shoqëror shumë të ngushtë, po shumë të mirë. Ka pas periudhë gjatë derisa e ke zgjedhur këtë rreth? Sepse shumë specifike në unë kam jetën time njerëz që kam pasur që në shkollë fillore, që kur kam qenë 5 vjeç që kam akoma jetën time dhe jam shumë krenare për këtë gjë. Po edhe njerëz që njoh tani, nuk e di. Unë jam sociale, më pëlqen njerëzit, dua shumë, po të njoh një njerëz të sinqert që më bën të ndihem mirë. Unë ruaj marrëdhënie me atë njerëz, edhe nëse takohemi, ke parasysh ato shoqëri që takohesh ndoshta njëri 6 muaj kur takohesh. Po. Unë jam një riti. Okej. Bota e televizionit tha që ditë jetë e egër dhe do njerëz të egër, nuk e do shumë sinqeritet.
integritetin dhe butësin, por kjo ka qenë favor tëndin, sepse ke qenë finalist edhe sot diskutuar loja jote që e ke bërë, por nëse kthehesh prapa në kohë kishe bërë diçka ndryshe dhe apo mendon që sipas këndvështrimit yt se ka kaluar shumë kohë, mendon që ka qenë një lojë shumë e bukur e jotja. Faleminderit, e vlerësoj. Ka kaluar shumë kohë dhe unë as nuk e mbaj mend tamam, por nuk e di, do dhe, si thash, të kisha qenë ndoshta pak më e ftohtë në disa momente dhe pak më e vendosur, jo e ashpër, po më e vendosur, se kam qenë shumë e butë, po unë kështu ditë jem, nuk kam çfarë bëj. Edhe shpesh herë njerëzit kur të shohin nga jashtë, kur duan të kritikojnë, thonë, po ti je shumë e heshtur, shumë e qetë, ti s'bën gjë, do të thonë të kritikojnë për këtë pjesë, po unë mendoj që në rrugtimin tim televiziv dhe në Big Brother kam krijuar një model, le të themi, do të thonë mendoj që e kam shfaqur unë, si thua, një model që ti mund të ecësh para një jetë dhe mund të fitosh gjëra edhe duke qenë e qetë, e thjeshtë, e sinqertë, pa u përpjekur shumë, pa bërtitur shumë, ndonjëherë njeriu flet karakterin, nuk ka nevojë ta botasësh veten. A e kanë vlerësuar vajzat e reja këtë? Të kanë shkruar, ka qenë feedbacku i mirë për karakterin tënd, sepse kam shumë vajza që më ndjekin, që më shkruajnë që frymëzohen nga unë, që mund të jenë më të vogla se unë në moshë, por mund të jenë dhe më të mëdha se unë në moshë, dhe e vlerësoj shumë sepse gjitha vajzat që më ndjekin, që janë kryesisht vajza ndjekësit e mia, më thonë që frymëzohen nga unë edhe janë vajza që janë vërtet intelektuale dhe dinë vërtet të kuptojnë ndonjëherë në rreshta edhe gjëra që ti nuk i thua. Për mua kjo ka shumë vlerë. Në rregull. Në rrjetet sociale, për çfarë janë njerëzit kurioz të dinë më shumë ti me ty? Cila është pyetja më shpesh që të bëhet Dea? Jam shumë kurioz dhe unë ta di. Pyetja më e shpesh që më bëhet, tani nuk e di në fakt, po ndonjë pyetje në lidhje me veshjet, se tani që kam filluar kam brandin tim të veshjeve, për atë njerëzit janë shumë kurioz, duke qenë se ne jemi dy vajza, unë në shoqërinë time të ngushtë që e kemi këtë brand dhe punojmë bashkë dhe tregojmë pjesën e punës se si shkon. Gocat janë shumë kurioze për këtë, patjetër janë kurioz gjithë të dinë a ke jam në një marrëdhënie apo jo. Kjo është një tjetër pyetje. Se ju intereson gjithëve kjo pjesa sentimentale romantike për marrëdhënien? Unë e kuptoj sepse një vajzë e bukur këtë pyetje i bëhet zakonisht. Portalet janë të etur për këtë pjesë, për jetën private, po pse mendon që bëhet kjo pyetje dhe cila është përgjigjja jote? Faleminderit që më quani vajzë e bukur, Elderson. Lutem, nëse më hoj nuk jam i sinqert. Po nuk e di, është kjo kurioziteti, e kemi në qik në shqiptarët e gjënë që me kë është, qa bërë ju, lidhu, nda, plus që kur je personazh publik, unë e kam kuptuar edhe këtë gjë, njerëzit janë shumë kurioz të shikojnë më tepër nga jeta jote personale, të shikojnë familjen tënde, të shikojnë partnerin tënd, fëmijën nëse ti ke. Pavarësisht se unë nuk jam shumë dakord me këtë, sepse siç ka njerëz janë shumë dashamirës dhe të duan dhe të japin maksimalisht dashuri, ka dhe njerëz që nuk janë fare dashamirës dhe duan të bëjnë keq, të mërzisin, dhe unë këtë gjë mund ta pranoj te vetja ime, kupton, unë mund mbaj shumë, mund mbaj dhe një ofendim, mund ta anashkaloj, por te familjarët e mi nuk e pranoj dot, dhe unë e kam shumë të pamundur që të ndaj nga jeta ime personale, dhe ndoshta kjo mund edhe të më penalizojë deri diku, po ka dhe njerëz plot që ja kanë dalë në jetë pa e treguar jetën e tyre personale. Po, shumë vërtet, po janë shumë trallë. Po duhet të punosh që ti të unë mendoj që ti të kesh një profil publik të suksesshëm pa treguar nga jeta jote personale, duhet të punosh vërtet fort dhe duhet të jesh vërtet një njeri i Zot. Ndërqofse pastaj zgjedh të ndash gjithkohës ç'a bën me njerëzit e tu, jo po tani hëngrem buk, tani u çuam nga gjumi, normalisht do kesh shikueshmëri. Po kjo shikueshmëri do ketë një kosto, sepse partneri yt, familjari yt, fëmija yt do bëhet i famshëm ndoshta edhe pa dashur. Apo e kam gabim? Po, jo, nuk e ke gabim, po shumë njerëz e duan, sidomos me rrjetet sociale, partnerin dhe fëmijët i shfrytëzojnë për benefitet të ndryshme rrjetet sociale. Ti nuk je dakord me këtë pjesë? Nuk jam fare dakord, sepse sidomos me fëmijët, ka fëmijë që janë të bukur dhe të lezetshëm dhe ti mund të ndash foto dhe ku diun, po e shoh ka njerëz që i përfshin në paketa marketingu. Pra një fëmijë që sapo ka lindur, un kam parë që i përfshin në paketë marketingu, që nëse ti do të bësh reklamin bashkë me fëmijën të përfshirë, ke një kosto ekstra. Po ai fëmijë, a ka një ligj që e mbron? Ai fëmijë quhet që po punon para kohë, domethënë po punon në një farë mënyrë dhe duhet të ketë një ligj që ti mbrojë, sepse ai fëmijë një ditë do rritet dhe ti nuk e di a do doj ai të dalë, a do doj të tregoj, të ketë gjithë jetën e tij të dokumentuar. Unë këtë të paktën mendoj që do bëj me fëmijët e mi, pastaj se çfarë bëjnë të tjerët me. Po, Dea ishte bërë një volumtim në Amerikë që unë me shumë kuriozitet i përcjell këto gjëra dhe pash që
shikimet milionshë të fëmijëve në rrjetet sociale janë si pasojë e pedofilëve në rrjetet sociale. Dhe kjo është, e kam parë dhe unë këto dhe më kam ngelur në mendje, sepse unë kam 2 kushera të vogla që i dua shumë edhe ndonjëherë i kam shpërndar fotot të tyre në rrjetet sociale. Dhe pasi e kam parë këtë lajm jam shokuar dhe vërtet kam frikë dhe vërtet lutem domethënë që është një anë erë të rrjeteve sociale që pak flasim për të. I lutem Zotit domethënë që mos të përfundojnë fotot e fëmijëve në duart e njerëzve të tillë, pavarësisht se është shumë e rrezikshme, është një ambient shumë i rrezikshëm sepse këta njerëz i marrin dhe i përdorin për qëllime shumë të këqija dhe duhet pasur shumë kujdes. Ju bëj thirrje të gjithë prindërve që mund të jenë duke na dëgjuar, pavarësisht se unë s'kam lidhje, po me qëra tema e bisedës që të kenë shumë kujdes. Është një anë shumë e madhe e rrjeteve sociale. Pikërisht këto video kanë miliona klikime, por kanë 200 like, 300 like, por qëllimi është tjetër kup se këto video ecin atë shumë. Andaj është shumë e dhimbshme kjo pjesë dhe bërë mirë që e falem dhe pse asnjëri nga ne të dy nuk kemi prindër, po prindërit po na shohin. Që se ne jemi njerëz që punojmë në media dhe i dim se si ndodhin këto gjëra, ndoshta jemi më të përditësuar dhe me lajme të një mesazh për njerëzit, pse jo? Edhe unë nisëm dhe nga arsyeja pse unë nuk e ndaj familjen time. Në rregull. Jam shumë, nuk e di, jam shumë protektive, shumë fare. Në rregull. Po instinkt nëna ke? Instinkt nëna tani unë nuk kam fëmijë të mi, kështu që ndoshta është egzageruar ta them, po patjetër që dua shumë të kem fëmijë. Edhe dua të kem një familje të madhe dhe kam përshtypjen që kur të bëhem me fëmijë do jetë fokusi im total aty. Do jem 100% e fokusuar aty. Unë edhe një mace që kam në shtëpi, i rri para mbrapa sikur nuk e di, sikur e kam bebe atë, jo me ushqime, jo me kontrollet me çdo gjë. Imagjino unë kur të jem prind, unë do jem gjithkohës. Do arrosh edhe veten. Po të pyes për mëmësinë, sepse vajzat e televizionit kanë përshtypjen, është gjykim, është para gjykim që shtyjnë pak më shumë këtë pjesë, sepse thonë që kur bësh nën dhe kur martohesh nuk shet më që ke shitur kur ke qenë single, kështu që nuk ka të bëj kjo. Jo, nuk ka të bëj, njeriu puna nuk besoj që nuk penalizon kjo pjesë. Jo. Nuk besoj që të penalizon, një njeri mund t'jeti aftë i balancojë si shumë vajzat e ekranit shqiptar që janë të aftë ta balancojnë dhe karrierën dhe familjen dhe kjo është një gjë shumë e bukur që ti mos e lësh asnjërin mbrapa. Po do të dish një sekret, kur kam qenë vjet, kur kam qenë pothuajse në këtë periudhë kam qenë në spital dhe kam qenë e shtrirë aty në krevat, nuk e kam thënë askujt këtë. Edhe doja shumë një shpresë ta dija që do shërohesha dhe do bëhesha më mirë. E vetmja gjë që mua më mbante kur mbyllja syt dhe përpisha të flija ose përpisha të qetësoja se kisha shumë dhimbje, mbyllja syt dhe imagjinoja veten time nën, imagjinoja the unë do jetoj, unë do bëj një fëmijë të bukur, do rris me shumë dashuri dhe kjo ishte vetmja gjë që mua, do të thënë as ilaçet më qetësonin sa më qetësonte dhimbjet kjo gjë dhe është një gjë që kam tani që e them emocionohem, që po e pres të ndodhe në jetën time dhe dua, domethënë edhe e di që do jetë shumë e bukur kur të vi. Kur të po e dua. Po e flet shumë bukur me emocione, andaj edhe pyetja ime pas ka qenë me vend për këtë pjesë, sepse pas ka qenë pikërisht mëmësia dhe ardhmja. Qëllimi im në jetë është që unë të krijoj një familje dhe të rris fëmijë të lumtur dhe të përmbushur. Në rregull, në rregull. E ardhmja ka një na motivon që mos demoralizohemi dhe mos të depresionohemi në të tashmen, sepse kur mendojmë të ardhmen si prind me fëmijë, atë luftojmë pak më shumë në të tashmen. E di çfarë ka një gjë mua nuk më, do të thonë pavarësisht se punoj shumë dhe jam shumë ambicioze. Siç po thënë, në momentet e mia më të këqija mua nuk më motivon as fama, as leku, as puna që të them unë do arri këtë, unë do bëj këtë. Mua në fund më motivon, nuk e di, imagjinoj atë shtëpinë time, mund të jesh një fermë. Një kozi aty. Po, një shtëpi të vogël me një fermë që fëmijët e mi të kenë mundësi të rriten me kafshë, mua kjo më motivon në jetë edhe është nuk di. Që s'përputhet shumë me këtë imazhin tim televiziv. Nuk përputhet as pak, andaj edhe të pyet as. Është ajo dëshira ime më e thellë, më sekrete. Pse mendon që nuk përputhet? Ku është kjo diskrepancë mes asaj se çfarë do dhe perceptimi i publikut për ty? Ku mendon që Po se unë kam qenë shumë Unë jam shumë e vetëdijshme për imazhin që kam në publik dhe unë në publik deri diku jam ende kjo vajza që është pak merret me bukuri, me modë, me gjëra më sipërfaqësore, sepse këtë anë time kam ndarë, do të anë time që më pëlqen estetika, më pëlqen e bukura dhe bjonde deri diku që është pak a shumë. Të ka penguar ti paraqitjen, të ka prishur? Jo, e di se si funksionon edhe njerëzit që më kanë njohur më njohin vërtet, por që nuk e kam ndarë shumë pjesën time më emocionale me njerëzit. Shiko, ne njerëz të mediave edhe programet televizive, intervistat i shohim me një sy tjetër. Është kjo që nuk e shohim si një publik i thjesht, po e shohim pak më gjerësisht dhe pak më detajisht. Standardet kanë përcjell në Big Brother dhe nuk je shumë sipërfaqësore. Nisë këtë intervistë duke më thënë që nuk dalin intervista sepse janë të sekta, janë sipërfaqësore, duhet të jenë më deep, duhet të jenë më të thella. Andaj edhe insistojsha shumë që të kisha në kanape derisa u bë puna që erdhe. Më përmendë lekun që nuk është shumë rëndësi leku sot.
Shumë të rinj luftojnë sot për lekun, lën punën, investojnë shumë rrjete sociale, largon nga Shqipëria e Kosova për dalë jashtë vendit vetëm për të ndjekur lekun. Raporti yt me lekun dhe qasja jote ndaj lekut dhe këndvështrimi yt, si është realisht ideja? Shiko, duhet jemi realistë dhe të kuptojmë që është shumë i nevojshëm, sepse në këtë botë kapitaliste që jetojmë, është e nevojshëm që ti të kesh një jetesë të mirë dhe të krijosh 2-3 mundësi për veten dhe për familjen tënde, patjetër. Por jo gjithmonë, jo të sakrifikojmë çdo gjë, jo të sakrifikojmë veten, jo të sakrifikojmë marrëdhëniet tona familjare, jo të sakrifikojmë dashurinë. Jo të shesim gjërat shpirtin ton për paran se nuk të përmbush. Unë jam një njeri që jam rritur mirë, falë Zotit familja ime ka punuar dhe unë kam pasur mundësi ekonomike dhe jam rritur mirë dhe diçka që kam kuptuar, ose që prindërit e mi kanë arritur të më mësojnë, është që kryesorja është të jemi njerëz dhe të duam njëri tjetrin dhe të kemi njerëz të vërtet në jetën tonë. Kjo është pasuria më e madhe. Po. Në rregull. Rëndësia e një burri i një mashkulli në krahun tënd, sa është e shprehur kjo? E ke të rëndësishëm apo jo? Unë e di që kur një nuk e di pse unë thash që vajzat seksi i anohen nga kjo pjesë dhe një banor kur pa t'i hy në Big Brother sa keni qenë ju të pa të nqu ty atje që me prit banorin, po të kujtohet për kështë fjalla, po. Vetëm shkaku që dukesh bukur dhe mund t'a lësh atë përshtypje. Po sinqerisht në jetën tënde reale, si është ky botkuptimi i një partneri? Do jetë, mos t'ishte si përfaqësore, do jetë ishte dip, ja ku jemi. Për mua është shumë e rëndësishme një partner në jetën time. Të gënjej nëse them që s'dua, po, për mua është e rëndësishme që të kem një partner dhe një marrëdhënie të shëndetshme. Dhe e dua këtë gjë në jetën time. Nuk dua të them a e kam apo jo, sepse nuk dua të krijoj lajm tani për portalet. Në rregull, okay. Nuk dua të them këtë gjë. Po më lën në kuptosh që ke. Tani ti nuk kupton çfarë të duash. Okej. Nuk di. Në rregull. Por mendoj që partneriteti i shërben njeriut edhe unë pavarësisht se mund t'ja dalë shumë mirë vetë në jetë. Partneriteti gjithmonë i shërben njeriut. Okej, feministe sa je zëshme, sa ngrit zërin për të drejtat barabarta, sot në për studiet televizive, në për debatet ndryshme, bërtitet e drejta e barabarta për gratë, për vajzat, ka mendimin ka më të ndryshmet, por deja si e mendon këtë pikë? Jam feministe, po e di pse jam ndoshta pak më shumë feministe, sepse kam parë që ndoshta në Prishtinë dhe në Tiranë, vajza dhe gruaja trajtohet në mënyrë më të barabartë dhe po paga është e barabartë, por po të shkosh më tepër në rrethina, po të shkosh në fshatra, në zona rurale, vendi ynë ka plagë shumë të mëdha. Akoma ne kemi gra që dhunohen, akoma ne kemi gra që nuk lejohen nga familjat që të kryejnë universitetin ose të edukohen dhe të ndjekin jetën e tyre. Akoma kemi raste barbare kur ka dhunë në familje deri në pikën që burri e vret gruan dhe është një pjesë patjetër që mund ndodhi sepse këta burra nuk janë mirë mendërisht, por një pjesë ndodh edhe nga mendësia që mund të kemi që fatkeqësisht akoma gruaja shikohet si një pronë dhe për mua është shumë e rëndësishme që ta luftoj gjithmonë dhe të them që vajzat duhet të kenë gjithmonë autonominë e tyre dhe duhet të luftojnë për veten e tyre dhe të jem vetë një shembull në radhë të parë se si ti mund të arrish gjërat vetë dhe kjo mua nëse unë do kisha kërkuar ndihmë ose do kisha zgjatur dorën ose do kisha pranuar avantazhet që mund të më jenë ofruar, pa qenë vetë në kontroll të gjës, do kisha arritur ndoshta shumë më shumë. Po fakti që unë po zgjedh ta bëj çdo gjë vetë, po i arri gjërat më avash dhe ndoshta pa shumë zhurmë, po në fund besoj që kur ti arri vërtet gjitha qëllimet e mia, do kem mundësinë të çoj kokën lart dhe të them që unë këtë gjë e bëra vetë dhe të jem një shembull për të gjitha vajzat që duan një frymëzim që në jetë mund t'ja dalësh vetë. Dhe ky është synimi im, që me jetën time, përveç se të krijoj disa gjëra për veten time, të jap dhe një shembull dhe të lë dhe një shembull pas. Dhe le të jetë ky shembullim që në çfarëdo lloj gjëje që ta arri vetë, mos thon ja bëri është shumë e thjeshtë në Shqipëri, të jemi të sinqertë. Po në Shqipëri, në Kosovës ky paraqykim, ja bëri i dashuri, ja bëri pronari i mediumit, ja bëri pronari i kompanisë, ka bërë favore seksuale për të arritur këtu, e ka marrë vetëm se është seksi. Kjo nuk është vetëm paraqykim, është diçka që ndodh. Dhe ne që jemi në televizion e dim këtë gjë shumë mirë. Që ndonjëherë kur ti e shikon një njeri që katapultohet nga 0 në 100, nuk është aq e sinqert, kupton? Nuk po them për gjitha rastet, por që ndodh, mos gënjejmë. Do të thonë unë jam feministe, unë mbroj vajzat, por që kjo gjë ndodh. Dhe arsyeja pse unë kam qenë gjithmonë shumë transparente dhe kam zgjedhur të eci me hapa të vegjël por të sigurt në karrierën time, dhe ndonjëherë edhe të tërhiqem mbrapa siç kam bërë tani, dhe të mos luftoj më shumë se ç'duhet, dhe të mos dal nga vetja për të marrë diçka. Është pikërisht kjo arsye, sepse unë kur isha e vogël dhe doja të nisja në televizion, më kanë thënë gjithmonë. Në çfarë moshe ke nisë?
18-19 vjeç. Okej. Kam pothuajse 10 vite. Më kanë thënë gjithmonë që nuk ja del dot, duhet të shkosh në televizion, të japësh favore seksuale, njerëzit do të shfrytëzojnë, duhet kesh një të dashur të fortë nga mbrapa, një burr që do të shtyj ose një sponsor ose diçka të tillë. Ma kanë thënë dhe kam dëgjuar shumë që kur isha 18 vjeç dhe më demoralizonte dhe mërzitesha dhe qaja dhe theva po pse s'mund t'ja dalësh, pse s'mund t'ja dalësh. Dhe arri deri sot, kaq sa kam arritur, ndoshta nuk janë shumë, ndoshta për dikë janë shumë, ndoshta për dikë s'është asgjë. E kam arritur me forcat e mia dhe jam shumë krenare dhe vetes time 18 vjeç do i them mos dëgjoj asnjëri, sepse shikoj ku je vetëm me forcat e tua dhe vetëm me mendjen tënde dhe me punën tënde dhe mund ta bësh. Mund ta bësh dhe negozat kemi fuqi të papar. Në rregull. Në këtë kohë që bëre hapin mbrapa dhe u distancove pak nga publiku, çfarë mendove, çfarë reflektimi, çfarë përfundimi erdhi ideja? Për veten, për publikun. Erdha në reflektimin që kur të rikthehem prapë në publik, do doja të tregoja më tepër anën time emocionale dhe artistike, të cilën deri më tani nuk kam pasur shumë guxim ta nxjerr në pa, po punoj që të rritem brenda vetes, të kem më shumë njohuri dhe më shumë fuqi që të tregoj veten time dhe të bëj një projekt që t'ja vlej. Kur unë të kthehem televizion, të kthehem me një projekt që vërtet ta arritë njerëzit dhe që pëlqej njerëzve vërtet. Në rregull. Deja sa ke qenë në Big Brother, jashtë është bërë një lëndçim shumë i madh publik ndaj emrit tënd, ndaj teje, ndaj figurës tënde, shkaku i lojës atje, pastaj fama e Luizellit bëri që asgjë të mos t'ishte zi dhe vetëm ai t'ishte bardh dhe publiku e donte si personazh, por ata që nuk ishin në lojën e tij brenda Big Brother nuk u mbështetshin jashtë. A ka qenë kjo një arsye që u largove nga media, Dea? Jo, fare. As pak. Jo, sepse unë tani që e kujtoj nuk vjen përqeshur se është diçka që ndodh, domethënë njerëzit afeksionohen me dikë dhe nuk pëlqejnë dikë dhe okay, ndoshta ndonjëherë kanë qenë pak të padrejtë me mua dhe duhet ta pranojnë sepse më kanë sulmuar edhe më shumë se ç'duhet. Edhe kot ndonjëherë sepse ishim kundër në një lojë. Po nuk besoj që ka qenë arsye, jo sepse unë kam shumë vite në televizion, e di se si funksionon, shumë njerëz tani kanë ndruar mendje, tani njerëzit më kanë xhan, më duan. Nuk besoj që ka qenë kjo, jo. Sepse unë nuk jam njerëz që dorëzon. Edhe për më tepër që unë kur dola nga Big Brother, kishte kaluar ajo vala e madhe dhe kisha shumë mbështetje. Thjesht unë kuptova që doja të fokusohesha te bizneset e mia dhe të bëja gjën time. Ishte shumë e rëndësishme për mua, se edhe të them një sekret të vogël. Të lutem. Nga biznesi jot fiton dhe më shumë se nga televizioni. E dhimbshme, por Për vërtet. E vërtet. Është dhe kjo. Është pak dhe çështje monetare. Është edhe çështje monetare. Okej. Sa të ndalin sot njerëzit në rrugë për të rikthyer Big Brother apo ka kaluar ajo val? Tashmë kanë kaluar edhe 2 edicione, po kalon edhe i katërti. Po unë jam këtu dhe ti akoma po më pyet. Kështu që ky është fakt që njerëzit akoma janë të interesuar, se kam parë dhe njerëz që krijojnë polemika dhe thonë pse flitet akoma për Bigun edhe Bigu është diçka që ndodhi dhe me sa duket jehona e tij vazhdon. Po, mban gjatë. Sidomos dyshit që ishte shumë. Ka qenë shumë i madh, njerëzit akoma nuk kishin dorë çfarë do lloj gjëje të bëj. Unë kam hapur 2 kompani, 2 biznese, kam bërë emisione, çfarë s'kam bërë. Njerëzit pyesin po si ishte ti ishe brenda në shtëpi, po si ishte izolimi, po me kë flet, me kë s'flet. Domethënë njerëzit janë kurioz akoma dhe është natyrale sepse ka pasur shumë vëmendje. Po dhe për lajmërimin kur e bëra unë pyetjet kryesisht ishin për Big Brother, po unë për të përfunduar për Big Brother, me kë ke raportet mia të mira Dea sot? Me kë gëzon raportet mira nga edicion? Me shumë nga edicioni i kaluar, me Jorin jam shumë shoqe, me Oltën, me Kristin, me Efin së fundmi, me Benjadin që s'ka qenë fare në shumë njerëz, më thënë unë jam njerëz si thash jam social, unë po të më flasin njerëz dhe duan të kenë shoqëri me mua, jam okay me të gjithë, nuk mbaj shumë inat, unë harroj, tani ka kaluar shumë kohë, sa unë vërtet harroj pse jam zënë, sepse vërtet nuk i dua, dhe edhe nëse kemi pas debate dhe sherrë, unë nuk dua absolutisht të shoh asnjëri keq, unë uroj gjithëve më të mirën, dhe nëse unë zëm takohem me dikë dhe flasin për mua, harrojnë gjërat. Okej. Në rregull. Dea, në këtë edicion i cili është drejt finales, kush mendon që e fiton? Bigun që është tani. Bigun që është tani. Mua më pëlqen gjesti, se ka shumë energji dhe më mahnit se si ka aq shumë kohë të brenda dhe ka akoma energji. Më pëlqen Rozana, se është kaluar dhe është artiste, më pëlqen Laerti. Nuk e di, do i uroja kurse që ta fitonte më të mirë. Okej, në rregull. Për ta lënë Bigun anash, unë dua të ndalemi pak tek jeta jote e përditshme. The që ke tani biznese, i larguar pak, i distancuar pak nga media, si është kesh biznes tëndin
Çfarë kuptove? Mendoj që është më e lehtë apo doli më e vështirë ideja? Kur nisa brendin e rrobave fillimisht, po realizoja një ëndër time në që fëmijë dhe tha, më në fund unë do kem kompaninë time dhe kur e lançova dhe bëra një festë shumë të madhe dhe bëra një koleksion shumë të bukur, thash tani u bë. Po. Duke punuar ti kupton që puna nuk mbaron dhe puna sjell punë dhe ti je 24 orë në punë. Nëse në një punë po ti ishe i punësuar do ishe 8 deri në 4 në punë. Kur je në biznesin tënd 24 orë në punë dhe është gjë që të shkarkon. Po. Pavarësisht pjesës monetare dhe përfitimeve, të dërmon si të lodh, por kur ti e ke diçka me pasion, ajo gjëja nuk e ndjen lodhe, kjo është e çuditshmja dhe tani pas pothuajse një viti me brandin tim të rrobave, unë nuk rri dot pa u marrë dhe hapa agjencinë time të real estate, vetëm me prona luksoze dhe kur thash bëra shpalljen e kësaj gjëje në rrjetet e mia sociale që po merrem vetëm me prona luksoze që janë mbi 1 milion euro. Pata një farë rezistence, po doja të thëja njerëzve nuk janë pronat e mia, nuk i kam pronat. Okej. Nuk po shes mend, nuk janë të mia. Okej. Thjesht po përpiqem. Dhe kjo është një tjetër drejtim i ri që unë po futem, po më lidh arkitektura me këtë gjë, sepse unë punoj edhe si arkitekte me babin tim, dhe unë jam aq e përfshirë në punët e mia sa unë tani Ama shumë të ndryshme, si natyra nga njëra tjetra. Kanë të bëjnë me estetikën dhe bukurinë dhe mendoj që lidhen deri diku me pasionet e mia dhe tani po përpiqem të krijoj hapësira për të pushuar pak. Ja tani për shembull erdha këtu për intervistë, në një farë mënyrë është deri diku punë. Është deri diku punë, por është edhe ta quaj si pushim. Do thënë kjo është dita ime pushim. Pasi ti iki që këtu do ha diçka të mirë. Ke shumë shoqëri në Prishtinë, dolëm brëm të pash. Ke shumë miq? Nuk kam miq të ngushtë, por këtu njerëzit janë shumë mikpritës dhe këtu kam shumë miq që më presin dhe më përqafojnë edhe më krijojnë gjithmonë një hapësirë shumë të këndshme për të qëndruar dhe kënaqem kur vi. Dhe sa herë vi jam kështu gjithmonë duke komunikuar me njerëz, që erdha do pim kafe ose ku diun. Dea, më fol pak për rrjetet sociale se je shumë aktive atje. Çfarë të pengon më shumë të rrjetet sociale sot? Mbyllja e TikTokut në Shqipëri është një arsye shumë e madhe se sa të toksike janë rrjetet sociale për ty, çfarë të pengon më shumë ti kur ishe trend dhe kontentin që sjellin? Unë mendoj që përpiqem të fokusojmë te ana pozitive, sepse ka shumë të rinj të talentuar që po ja dalin fal rrjeteve sociale, që ndoshta ndryshe nuk do kishin një mundësi. Dhe është gjë e bukur sepse edhe unë kur kam nisur në fillim fare me YouTube-in kam nisur, që ishte një rrjet social. Dhe kjo është gjë shumë e bukur, po nga ana tjetër, negativiteti që mund të kenë njerëzit dhe mos përmbajtja, do të thënë mënyra se si, ti mund mos e pëlqesh dikë, por kur ti arrin e ofendon deri në gjëra shumë personale, që mund të jenë familja, që mund të jetë pamja, që ai njeriu nuk e ka në kontroll, mos përmbajtja e njerëzve negativ është e tepërt, mendoj unë, dhe njeriu kur ulet dhe të komentoj, duhet kuptoj që aty përballë do e lexoj atë koment po ashtu një njeri. Dhe gjithë jemi të barabartë para Zotit, nuk ka asnjëri perfekt, nuk ka asnjëri perfekt të bukur, asnjëri të pagabueshëm, gjithë gabojmë, gjithë kemi imperfeksionet tona, pra duhet kemi shumë kujdes kur i drejtohemi dikujt, sepse ka raste që njeriu nga komentet mund të kalojë në një gjendje depresive apo mund të pozojë më veten. Si rasti një vajze që ishte bullizuar dhe ndodhi më e keqe. Unë mendoj që duhet kemi shumë kujdes me mënyrën se si i drejtohemi njëri tjetrit, sepse ne kemi vetëm njëri tjetrin. Shumë e vërtet. Të pengojnë komentet negative apo je mësuar? Të është trashur lëkura sa? Unë jam mësuar. Do gënjeja nëse do thëj që mërzitem. Patjetër që ka ndonjë moment dobësie, për shembull nëse dikush komenton për familjen time që mërzitem, po për veten time në rregull. As nuk i lexoj. As nuk i lexon, në rregull. Nga gjithë jeta jote, cila ka qenë ndoshta momenti më i vështirë për ty në një sfidë të cilën e ke kaluar që të marrim edhe mesazh ne? Që sot je ky ndërtim që je, por ka pasur sfida në cilat i ke kaluar. Jeta ime është një sfidë konstante. Pavarësisht se nuk duket. Nuk duket, po. Nuk duket sepse unë jam njeri solar që dua ta marr më pozitive në jetës, dua të qesh shumë. Unë kur ju tregoj njerëzve të mi të afërt jetën time vërtet si ka qenë dhe çfarë kam kaluar unë, atyre nuk ju besohet që unë akoma kam këtë buzëqeshje dhe më trego pak nga ato sfidat e ja. Nuk dua të flas. Nuk dua të jap vëmendje. Kam kaluar goxha, po zgjedh që ti buzëqesh jetës. Ndoshta në një moment të dy do jem gati të flas, po ndoshta sfida më e madhe ka qenë shëndetësorja. Ku ti nuk e di se si do shkoj, ku ti nuk e di si do shkoj jeta jote. Kur ti përballesh me jetën dhe vdekjen, aty është më e vështira, po.
Po let në kuptoj që gjenda shëndetësore pas ka qenë shumë e rëndë, nuk... Ka qenë diçka e rëndë dhe nuk... Kaloj, okej. që zotit, mbase nuk thet, në? Po, unë e kom pa që ngritë zërin, po dhe në Big Brother sa ke qenë ke folur për shëndetin emocional dhe mendor, ke folur për ankthën, ke folur për stresin, në cilin trinë se çdo i dyti pothuajse përballet dhe është në terapi për këto probleme që në basë rrjetet sociale ose dinamika që po jetojmë, digitalizimi, po flet shumë hapur dhe më bëhet shumë qefi për këtë si një personazh publik që flet hapur. Unë kam folur shpesh për shëndetin mendor, sepse në periudhën që ne jetojmë, nga rrjetet sociale, ndoshta nga zhvillimi i botës shumë shpejt, shumë njerëz dhe përjetojnë ankthin, depresionin, stresin dhe nuk është turp që ti përjetosh këto gjëra. Turp është të kesh frikë ta shprehësh, të kesh frikë dhe të kesh turp të shkosh në një psikolog. Ky është turpi vërtet, që ti mos i japësh vetes tënde rëndësinë e duhur. Pra në momentin që ti ke një problem me shëndetin mendor, është njësoj si të kesh problem me çdo lloj pjesë tjetër të trupit, ti duhet thjesht të shkosh dhe të drejtohesh te një profesionist që të ndihmoj dhe çdo gjë kalohet. Çdo gjë kalohet. Unë kam pasur një periudhë shumë të vështirë me ankthin, ndoshta nga stresi i shkollës, nga stresi i punës, nga mbingarkesa e madhe që unë kisha. Dhe kalova me ndihmën e dur dhe sot e kësaj dite unë mund ta them me plot gojë që nuk e kam atë problem dhe jam shembulli se si ti mund të kalosh gjëra shumë të vështira në jetë, nëse ti drejtohesh te njerëzit e dur dhe nëse ngre zërin dhe e pranon që un kam një problem. Nuk ka asnjë turp në këtë. Ke shpresë në gjërat të reja që është larguar pak stigmatizimin ndaj kësaj pjese apo ende është një barierë tek kjo pjesë dea? Edhe pse flitet shumë hapur, realisht kjo pjesë shumë i madhe është reality show, të cilët mendoj që po flitet dhe është gjë e mirë, po mendoj që deri diku ajo frika ekziston brenda vetes, sepse kur e kuptova dhe te vetja ime, unë kisha turp të shkoja te psikologu, unë që e konsideroj veten time një njerëz shumë ndjehapur. Unë ditën e parë që do shkoja, unë kisha turp dhe kuptova dhe thash, wow, kur unë kisha turp, imagjinoj njëri tjetër që nuk është i ekspozuar fare ose që nuk e mbështet ndoshta dhe familja, se ndonjëherë dhe familjarët të thonë, se s'ke asnjë gjë, po llastohesh shkot. Dhe thash sa e vështirë mund të jetë për dikë që nuk di as nga t'ja nisi, po unë kam njohur njerëz të çdo lloj moshe, sidomos pasi unë e shpreha në publik që unë kalova një problem të ankthit, mua më ndalonin dhe zonja të mëdha në moshë dhe më thonin të lutem, ti si e ke kaluar, na duhet një psikolog, sepse kjo është një traumë që vazhdon ndërbreza në Shqipëri, domethënë edhe gjyshet tona dhe mamat tona ndoshta nuk e kanë kuptuar, por nga vështirësia e ndrimeve të sistemit, në rastin tuaj lufta, ato kanë trauma shumë të mëdha që i mbartin për brenda, që ndoshta do ju kthehen në një moment ato nuk e kuptojnë, thonë jam e stresuar, jam e mërzitur, po çaj. Por ndoshta mund të jetë ankth dhe ndoshta mund të shërohet me ndihmën e dur. Pra, kjo është një gjë që i prek të gjitha brezat dhe ne si popull e kemi një plagë të madhe këtë të shëndetit mendor, sepse kemi vuajtur shumë, si ju dhe ne. Në rregull. Të ndrojmë pak temën, unë të pash në një nga klipet e fundit Ledri Vulës ishe pjesë edhe ti aty me një rol shumë të lezetshëm, shumë interesant. Më thuaj si erdhi deri tek ai projekt dea? E di që më duket se ka manifestuar atë projekt, sepse para se të më kontaktonin skuadra e Ledrit për atë projekt, unë kisha një javë që dëgjoja të këngën Unë e luaj mas teje. Okej. Dhe dëgjoja në makinë Unë e luaj mas teje. Dhe vetëm më vjen një ditë mesazh. Përshëndetje nga Besi dhe Adea që kemi folur me Ledrin, kemi një klip shumë të bukur që do donim një gocë që edhe aktron edhe do e merrte për si rol, domethënë sepse është diçka shumë fan. Më çmendë moj, thash s'ka mundësi, është rastësia më e çuditshme. Dhe kur e pash që ma prezantuan si projekt, isha më njëherë pro, sepse mua më pëlqejnë shumë gjërat që janë kështu, gjërat që janë gallat, të reja, fan. Edhe thash më njëherë po dhe ishte diçka shumë nice, doli shumë nice. Se ishte puna me Ledrin dhe ato skenat? Shumë fan, Ledri shumë i sjellshëm, shumë gallat, edhe gjithë stafi i tij janë shumë fan, shumë të talentuar mbi të gjitha dhe shumë profesional, po dinë edhe të bëjnë qef. Edhe ishte një skuadër shumë e madhe, ishte sikur po xhiroj një film, ishte një skenë xhirimi gjigande, një skuadër gjigande, aktorë ekstra, 30 vet nuk e di sa ishin. Dhe një punë kolosale, po që doli diçka shumë e bukur. Edhe gjithë një atmosferë fantastike. Rregull. Tash edhe të vite Beta ka krijuar shumë miq nga bota e show biznesit, Dea, ke miq? Po, kam goxha miq që janë që më përpara i kisha i shikoj në televizor dhe i kisha qef, tani i kam miq, është gjë e bukur. Kam miq këngëtar, aktor. Do të thënë, kur ti je njëri i thjesht dhe nuk je në këtë botë, ti shikon nga ekrani, si thash dhe thua, wow, sa jetë bukur kanë këta, dhe pastaj vjen jeta dhe ti bëhesh miq me këta dhe kuptojnë që janë njerëz si gjithë tjerët. Po, sepse trincat idolizojnë shumë fytyra publike mbase të idolizojnë ty dhe mua dhe pastaj kur rriten dhe
e ndjekin pasionet e tyre dhe bën pjesë e industrive në cilet i kanë ndjekur, është këtë tjetër botë, edhe televizioni nuk është ky që dukemi ne këtu sot, edhe televizioni ka anët e tjera, muzika i ka anët e tjera, kështu që si i ke marrë këto anë tjera të televizionit, më duket se më i ashpër është në Shqipëri se në Kosovë. Televizioni, prapaskenat e televizionit, lufta për një program, apo jam gabim? Unë të gjitha këto gjëra, siç mund ta vësh re, i kam shmangur. Kështu që nuk di të flas, sepse unë kam ikur nga televizioni për momentin. Edhe përsa ko kam qenë, nuk e kam pasur shumë të gjë, sepse unë kam qenë gjithmonë në programet të cilat më janë ofruar. Dhe më është kërkuar të jem pjesë e tyre, pra nuk më është dashur të kem në një sfidë ose në një luftë për të arritur aty. Dhe në momentin që unë e shoh që nuk kam diçka shumë produktive dhe do më duhet të luftoja për diçka, s'më duket natyrale, s'më duket pjesë e ime dhe nuk jam. Momentin që unë do kem një projekt për sëri, do ja propozoj dikujt dhe jam e sigurt që do eci. Jam shumë e marrë shumë thjesht këtë pjesë të jetës. Kur jemi të kjo pjesë, një pyetje që më erdhi në Instagram për ty ishte me juve ka qenë Arbana Osmani, ndërsa sot është Ledion Liço. Kush tek ty të flen më shumë si prezantuesi i këtij formati idea? Tani ju doni drama me këtë. Jo, shiko. Mua më pëlqejnë shumë të dy. Nuk janë të ngjashëm në stil, po më pëlqejnë shumë të dy. Arbanën e kam për zemër sepse ka drejtuar emisionin ku kam qenë unë dhe ka qenë shumë profesioniste dhe ka bërë një spektakël fantastik. Po dhe Ledioni është shumë modern, është shumë i lirshëm në skenë, është i bukur për të parë. Domethënë të dy kanë meritat e veta që janë, nuk di t'i ndaj, nuk të doja t'i ndaja, sepse janë të dy gjigant në skenë në mënyrën e tyre për mendimin tim. Unë shoh që në Instagram dhe udhëton shumë, i ke edhe pasionin dhe udhëtimet. Po. Pse apo prej fillimit ndoshta qysh e vogël apo i ke pasion mbas edhe puna edhe me fotografitë edhe me këto që nxit pak ti shijosh më shumë apo se njerëz udhtojnë por nuk postojnë, por e shoh tek ti që i ke pasion. Kam qejf të udhtoj dhe kam qejf të shijoj jetën, kam qejf të ndroj pak atë ambientin tim në Tiranë, më bëhet pak e mërzitshme ndonjëherë për ditëshmëria, çdo ditë e njëjta gjë, çdo ditë e njëjta gjë dhe gjej këtë mënyrën me udhtime që është thjesht kam qef, bëhem me shoqëri, bëhem gjithmonë shkoj diku të paktën një herë në 2 muaj unë udhtoj. Po bëm më shumë se 2 muaj pa një udhtim, filloj nxjije gjitha, mikon frymëzimi, mikon çdo gjë dua tiki, të shoh një kulturë tjetër, të takoj njerëz të rinj dhe të pasurohet bota. Kur udhton edhe mua më shijon shumë. Në rregull. Unë falenderoj shumë që ishe në studio sot. Intervista shkojmë shumë shpejt, unë nuk kënaqem me ty sot në studio. Uroj që të kthehesh sa më shpejt në ekran, pavarësisht bizneset e këto, po ato publiku nuk e sheh, po publiku mbase do të shohë në ekran. Ta kërkojnë shumë, a? Po, ma kërkojnë. Çfarë ju thua, po i lën pak si pezull, si derisa të vjen një kohë e dur. Pak kohë, sepse unë gjithmonë e di që duhet të mvi frymëzimi dhe të jetë vendi i dur dhe koha e dur. Unë nuk bëj gjëra të sforcuara, do e bëj tamam ose fare. Okej, Dea, faleminderit shumë. Faleminderit, ishte kënaqësi për mua.